Po, normalisht tani në fundin e kampionatit mendoj që çdo sfidë është e rëndësishme dhe çdo ndeshje është e vështirë. E dim që Flamurtari ka një ekip shumë të mirë pavarësisht pozitave. Mendoj që do jetë një ndeshje e vështirë dhe ne do të shkojmë atje 100% fokusuar. Mendoj që janë 3 pikë shumë vendimtare. Seriozisht, unë mendoj që në çdo ndeshje në seriozitet dhe si që thash, janë çdo ndeshje, sidomos tani në fundin e kampionatit është e vështirë dhe normalisht në kategori superiore nuk kanë ndeshje të lehta, po ne thjesht duhet të shkojmë dhe duhet të jemi 100% të mobilizuar siç kemi qenë në ndeshjet e kaluara. Mendoj që nesër është një ndeshje akoma më e vështirë dhe duhet të jemi të fokusuar tek Flamurtari përpara kupës. Po ne gjithmonë shkojmë vetëm për të fituar, pastaj pavarësisht si mund të marrë ndeshja, si që thash, për këtë arsye duhet të jemi vetëm të fokusuar dhe të mobilizuar për të shkuar nesër dhe për të nxjerrë më të mirën. Pastaj rezultati është edhe në dorë të Zotit. Po, jam edhe 10 finale dhe kanë qenë kështu deri në fillimin e kampionatit, çdo ndeshje ka qenë si finale.